Po punoj që tash për momentin, se s'kom punu as njëherë vetëm punë të shtëpisë. Një familje shumë të madhe të burrit e kom pas edhe 30 e diçka veta, kur pidojshe shumë edhe po shgjenjesh. Por çka e pishmon deri më tash? Që s'kom punu, që s'kom punu, që kom najt adi në shtëpi, vetëm që kom shërbye. Bulesa e nusës është vjerra. Kena arnë këtë botë pa kur gjo, tash po luftojna edhe krejt kena milon. Mirë shumë. Po shta drejt jetën? Familja. Çka do të thotë familja për juve? Për gjithçka do të thotë familja. Për gjithçka është, ta di, më konë mirë, më konë shëndetshëm, me pas një lumturi, harmoni, gjithçka është. Mund është mja arrit, ta di. Mbi të gjitha është familja. A më trego pak cili është momenti më i bukur një që e ke pas? Kur më kanë ardhur fëmija në jetë, qajo konë lumturi. Sa fëmijë ke? 2 fëmijë kam, 2 djemë. Qika është të tona, ki qik. Qika s'kom, valla, ajo është që shtojnë ajo... Pa qik s'ka shpis? S'ka, a di, po shka me vot, ashti jeta që ashtu zoti ka bohe. Të e re po do kërsa dush? Na është edhe naj qike pënë? Ja. E në tregon tash kush është komandon t'i shpis. Po thunë që krote kanë marrë sa shkrej. Ja, ashtu nuk jo, ma di, unë e dytë përbashkë me të bashkëshortin tem, a di, e bojna një diçka, a di. Që sa viti je martuar? 32 vite. A këthej pak në kohë tregom që sheni njoftue, që shobot bashke? Me misit jena njoftue. Me mëse? Po, valla. Që shtu tak? Aj, normal, kur ta ndrojsh një ambient, a di një diçka, një shtëpi tjetër, po jëm kone lumtur, se di, a di s'm ka bo për shtypje pasunia, ja diçka. Po lidhna pa këto, në kohë të sodit, po janë femna gratë shumë materialista. Pse? Po, ju intereson ako kartë mirë? E madhe ka arë, nuk e di tashti, pak duhet me pas edhe, qysh me thani, një stop, a di, më pas. A pja bujnë mirë që pjo lypin kushte burrave, ki kushte ndash martu me mu? Me qenë se dhe jeta e shtraj. Ajo nuk po m'pëlqen, me pas një gjutë përbasht, a di, qysh me ta spjegue, mu konë dytë, a di, mu konë me një fjallë, a di, ajo tani vjen gjithmonë diçka mës me menu, a di, negative, gjithmonë pozitive. Me çfarë mendime ki për vajzat që buhen nana në moshë shumë të re? Po, nashta ajo pëlqen atynve, amo tashti ma mirë mo shkollue, është me pas një pak të vetën, me pas a di. A punoni jo? Po punoj që tash për momentin, se s'kom punu as njëherë vetëm punë të shtëpisë. Puna e parë është tash? Tash, jo është edhe jam shumë e knaqne. Se me s'ke punu, po je mirë e punë të shtëpisë. Ato punë të shtëpisë nuk kryon korë? Po nuk kom punu e kom pas që shtojnë jem kone vetë me kom pas shumë ma di, qysh me thonë, një familje shumë të madhe të burrit e kom pas edhe ata tani shkuan krejt dolen në diaspor. Tash ma si heka ata? Tashti Po tashti po ka ardha di momenti qysh me thonë që s'kena kërkon në shtëpia di. As ki vjerri, as ki kërkon edhe po mërzit që vetë a di me nejt edhe kështu. Më ka ardhë momenti a di punës edhe erdha me punue. Dhe me thonë, ke konë një farfurë bashkallak, apo? Po, jam konë bashkallak. Që ki bashkallak u thunë së është i mirë heq? Jo, i mirë u konë, po tani pe bonë si kush a di interesin e vetë edhe tani po largoha normal. Nusja që i ke nejtë gati krejt, me hongër me pija krejtve, a di një familje u konë shumë e madhe, mbi, që me thonë 30 e diçka vetë, a di. A ja ka vlejt? Po ja ka vlejt, se... Ka kanë shuna e lafë, se kanë marak me lëshu. Kanë pasë, normal që ka pasë, po tani, që me thonë, jem konë një farnjeri shumë e hareshme jem konë, a di. Shumë i kom da, shumë jem konë e lumtur, po qa me bo. Cili është lafi që se arron kur që ta ka lëshu dikush prej bashkallakut që ke qenë? Mos trega kush, po lafi që se arron kur? Po lafi... Që ta prej kësi nuksa? S'po di, ta shti amo... Vesh kur po ndashe. Që ajo ish një farë si një bombë më të ra, di se kur pidojshe shumë edhe po shgenjeshe ma shkurt. Po qa me bo. Si është gënjë?
Po, E normal. vjerria e ki... Ja, më kanë vdek vjerria, vjerën se kom gjetu ka vdek e shumë e re. E pse se të sfidojnë vjerrit që me jetu me ta, çka pjo bujnë? A mendon ka njerë që shfojnë ashtat e vjerrat, Shumë atë gabime nusët? kanë, shumë gabim se vjerra e don, nusën e don, është, si kanë thonë të pleqt, a di mbulesa e nusës është vjerra. A di si thënë jargoni, a di. Ama nuk e di unë për veti. Jam konë, Ka dhe vjerra që nashta... po ka, e normal që ka, që jonë gjeloze, jonë diçka, a di, ama inshallah denat pikun e nuk vije, po. Po vjerrëve. Po ka më bo Vjerra më vjerra. zgjelozoni. Okej. A duhet me punu gruja? Po, Apo do të mojt veç në krahë të burrit? Po nëse burri ka të ardhurat mira, pse gruaja di me punue, po edhe mirë ish me punue. Unë e provova tash t'ja di që pse s'kisha punu ma herët. Është mirë me punu, me pas një shoqni, me pas një të ardhme normal ajo, a di, po a bese kena milion krejt. Krejt dhe ke milion. Edhe kur gjo që shtojnë kena arën këtë bot pa kur gjo, tash po luftojna edhe krejt kena milion. Kur A i gjo. ki djemë të martu? Jo si kom. As të vejun, as të marton. Kur të martoheni të bi nusën shpe, Po. cilat fjallë të pare e kështë thonë nusës? Si vjera dhe si nane e djallit? Lumja unë që qysh me thonë si vajzën time i ka me dasht. Ka me të respektu, jo që jo ma di një grua di ma e moqme pse jo më vjerë. Dhe ajo ka shpirte, ka qysh me thonë pse me trajtu ashtu. E qëfa regulli kështë qitë? Që në Kur gjonë si kisha qitë regull, ajo qa kish me ndua, di për vetën e vetë, unë për vetë i kisha thënë veç e mirë se ardhur. Po, për mua je mirë se ardhur, edhe kur gjonë, s'jam një njeri, ja di që qesë regla. Jo, qysh na ka shkruaj Zoti, qysh na vjen a di jeta dhe me vazhdu një fjalë të mirë, një fjalë qysh me thonë, me lonë një fjalë që ta kujtojnë dikush tjetër, po për të mirë. Edhe një pyetje për fond, për çka e pishmën deri me tash, ose cili është një gabim që s'ja fal vetës? Që s'kum punu, qa jo, që s'kum punu, që kum najt a di në shpi, vetëm që kum shërbye. Kur gjo tjetër që ajo jeta nuk kum asi. Që s'kum punu a di ma mirë. Ja, pse bashkalloku i ka fajt krejt. Bashkallak. Po vjen mirë që tash po punojsh, a? Po punoj. Bile, ma mirë vonë se heq, edhe pse vonë se seri për nuk duke është vonë, po jo, mbi 50 aty kom, po. Kallë se s'bë me kallë për vjetë, eri për duke është mirë. Po shka me po, Shumë për kohë. kalosh mirë dhe ju.